Shalom vlla motra, donaj të bekoft të qoftë me ty, me familjen tënde, Olgjes Pai nga Zeri i Mesias. Sot do flasim për një nga urdhrimet e Atit. Në para Gjonit 5:3 na thuhet që dashuria e Atit që neve tregojmë duke mbajtur urdhrimet e Tija. Kjo është dashuria e Atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e Tija, dhe urdhrimet e Tija nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Lavdi Atit. Dhe sot do flasim për thekët. Kemi aspektin në librin e Mateut ku gruaja me sëmundjen e gjakut prek një nga thekët e Mesias që ai kishte vënë, lavdi Atit, dhe ajo u shrua për shkak të besimit, gjë që ishte profetizuar në Malaki 4:2, që do vinte me krahat e shpëtimit, lavdi Atit, krahat e shërimit, me shërimin në krahat e Tija. Atëre, le të kalojmë në urdhërimi specifikisht që i përket thekëve, dhe unë e di që kanë shumë mësime të tjera që flasin dhe ka qenë një si diskutim rreth gjinisë, mbajtjes së tyre. Unë mendoj që është në këtë rast për të dyja gjinitë, burë e grua në këtë rast, apo çdo vëlla e motër në besim në Mesian Jashuan. E di që shumë doktrina kanë dalë duke thënë që janë vetëm për burrat, por shkrimi na thotë, dhe duke filluar në Numrat 15, vargu 37, atëre Jahwe foli akoma Moshe duke thënë: folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre që të bëjnë brez pas brezi thekë në cepat e rrobave të tyre, dhe do të vënë në çdo cep një kordon me ngjyrë manushaqe. Tani, fillimisht shikojmë, janë për bijtë e Izraelit. Tani ne jemi të bashkuar me anë të besimit në Mesia, në 12 fiset e bijve të Izraelit frymëror, jo kombit të Izraelit që është sot janë pagan, nuk besojnë tek Mesia, aq më tepër sekti i judaistëve, të farisejve të sotëm, që ka refuzuar birin e Tija, dhe të gjitha këto mësimet për të thënë që tani thekët janë vetëm për burrat ka dalë prej tyre. Në vargun 38 shikojmë që janë për bijtë. Bijve në këtë rast do thotë çdo person që beson në Ati nëpërmjet birit të Tija. Vargu 39, arsyeja pse mbahen. Do të jetë, thot, një thek për të cilën do ta shikoni për të kujtuar të gjitha urdhrimet e Jahwe dhe për t'i zbatuar, dhe jo për të ndjekur zemrën tuaj dhe sytë tuaj që ju çojnë në kurvërim. Kështu do të kujtoni të gjitha urdhrimet e mia dhe do t'i zbatoni në praktikë, do të jeni të veçuar për Elohimin tuaj. Qëllimi është që në këtë rast identiteti tonë, që neve kemi dhe një shenjë në këtë rast në trupin tonë, duke e parë thekun në 4 cepat e rrobave tona, atëre çfarë thosh, kemi duke i shikuar, do kujtojmë të zbatojmë urdhrimet e Tija, kështu që zemra dhe sytë tonë mos na çojnë në çfarë, në këtë rast prostitucion, apo në epsh, në mëkat, në imoralitet. Përse Ati thotë që ne duhet t'i shikojmë, duhet t'i kemi vene që t'i shikojmë, duhet të dalin poshtë bluzës që t'i shikosh, dhe masandaj kur vjen tundimi, në këtë rast ti nuk do shikosh përreth, por duhet ta kthesh kokën dhe duhet të shikosh thekët. Arsyen pse ke meditimi masandaj në zemrën tënde, do bëje që ai tundim do largohet, ti do kesh ndërgjegjësimin tënd përse këto thekë i kam vënë dhe çfarë duhet të bëj. Lavdi Atit. Tani le të kalojmë në këtë rast në praktikë si thekët bëhen në videon e ardhshme. Haleluja. Shalom, sërish në praktikalitetin. Unë në këtë rast kam vendosur një dërasë, ti mund të bësh të njëjtin gjë, nuk është nevoja që ta bësh në këtë mënyrë, por një dërasë me një gozhdë në fund. Tani, kjo është ngjyra të helet nga vetë Numrat 15, që prafërsisht i afrohet asaj në këtë rast një
një gurkali apo një blu e tillë që realisht në Izrael marrin një lloj peshku dhe pasandaj e ngjyejnë thekët e tyre që bëjnë, por gjithsesi rëndësi ka zbatimi urdhërimeve të tija në prafësi lavdjatet. Këtu ka pasandaj prap fien e bardhë dhe duhet jetë e bardhë dhe blu, nuk mund t'i bëjmë ngjyra të tjera sepse bluja pasandaj nuk dallohet lavdjatit. Atëre kur tani un kam bërë siç mund ta shikosh në këtë mënyrë kam marrë 3 fije të bardha që i mora prej tyre. Këto 3 fije ti barazojmë pasandaj dhe mund të jenë të gjata gati si thuash 2 pëllëmbë për të vegjilit çik më tepër, pasandaj gati 1 metro si thuash e gjatë për një të rritur që pasandaj ti do t'i vesh në gozhda në këtë mënyrë në gjysëm, të dyja do t'i barazosh dhe këtu pothuajse kemi gati 2 pëllëmbë të mia që mund të jenë 45 cm gjysej. Për një të rritur mund të shkojë 50-55. Tani, mënyra se si do t'i bëjmë dhe unë kam mbaruar me njërin prej tyre si që shikon këtu në ekran, kam lënë hallkën këtu që mund ta futesh në ripin tent ose mund të vesh diçka, një karthisë apo unë në personalet time kam vendosur një çengel të tillë që pasandaj e vendos në liçkën e pantallonave apo në rip. Tani, çfarë do bëjmë? Do lejmë një hallkën këtu në fillim dhe pasandaj do bëjmë dhe do mundohemi të vëmë emrin e atit që nga ana numerike e emrit të tij JHVH shkronja y i përket 10-s, h-ja i përket 5-s, v-ja i përket 6-s dhe h-ja prapë 5. Do jetë 10, 5, 6, 5. Dhe si do jetë në atë mënyrë, duke barazuar këto të dyja anët, kemi domethënë 4 fije kam vendosur unë gjysej, 1 i përket blu dhe 3 pasandaj janë të bardha. Ti mund të bësh 4 të bardha apo 5 të bardha, si do t'i shikosh vetë. Mjafton të zbatojmë urdhrimin e atit të ka rëndësi për veten tonë që ti kemi. Tani, do bëjmë në këtë rast edhe po afroj ndoshta afër, do bëjmë hallkën këtuja që do lejmë një kotkë, të lejmë hallkën këtu të parën, e bën një kotkë, jo deri në fund, le hapësirën dhe bën edhe të dytën që të mos hapet, ja në këtë mënyrë dhe le vendin e caktuar lavdjatit shtrëngohej mirë në këtë mënyrë. Tani, kjo është hapi parë. Hapi dytë është që do marrësh vetëm fien blu dhe të tërë masën tjetër do ta mbash në dorë. Tani, këtu në këtë të dorën time kam të blunë dhe çfarë do bësh? Do vendosësh gishtin në këtë mënyrë dhe do e futësh brenda të tërë masës dhe e çon deri në fund. 1. Dhe këtë do ta bëjmë si thamë 10 herë. Jemi 2, 3, 4, shtyje deri në fund mirë. 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10. Okej. E bëjmë 10-ën. Tani bashkoj të tëra dhe ndaj në këtë rast 3, domethënë 4 nga një anë, 4 duke mbajtur fijet në barabartë. Një fijet të blu nga e majta me 3 të bardha, siç kam unë dhe nga ana tjetër e njëjta gjë. Tani këto të dyja këtu bëjmë 2 kotka, disa bëjnë 3, unë mendoj që të bëjmë 2. 2 dhe pasandaj prap vazhdojmë me procesin. Shiko, fijen
më të gjatë blu në këtë rast, dhe mere fjen blu, mere masën tjetër prap, dhe tani do bëjmë në këtë rast do bëjmë pesën. Një herë, 2, 3, 4, dhe kjo është pesë. Po, e njëjta gjë, tani shikojmë 3 të bardha, 1 të blu në nga një anë, do bëjmë prapë, si që thamë, 2 kotkat e tyre, 1, do kemi 1, dhe 1 tjetër, 2, tu mbaruam, dhe më thënë bëjmë jod, he, dhe më thënë 10, 5, të asin do bëjmë 6, shiko, fjen blu më të gjatë, dhe do ta kalojmë gjithë masën prap 6 herë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, 6. Po, tamam. 6, ndalojmë të 6, dhe marim 3 të bardha, 1 blu nga se cila anë, dhe tani do bësh 2 kotka të këtilla, të njëjtën gjë, për të formuar një mënyrë dhe nga ana estetike, ngjajnë bukur. Ja ku i bëmë në këtë rast 2, prapë tani siç kemi 10, 5, 6, tani do bëjmë pesën e fundit me fjen më të madhe blu. 1, prapë futet brenda normalisht 2, në këtë rast 3, 4, 5, bashkoj dhe në fund mirë. Atere, tani prapë ben në këtë mënyrë merë 3 të bardha dhe 1 blu, dhe do besh prapë 2 kotkat. Në këtë mënyrë 1 herë, 2. Tani mbasi mbaruam këtu, mere tërmasën në dorë, dhe do ta bësh në këtë mënyrë komplet. Çfarë ke në dorë, do t'i bësh një kotkë që do ta çosh deri në fund ku kemi mbaruar ato 2 të parat. Do ta çosh në atë mënyrë. Të lem se pasandaj do ta presim, por ja po e zjerojmë pak që ta arrim deri në fund. Okej. Okej. Ja e quam deri në fund. Tani ky është theku që mbaroi. Tani këtë fjen blu që del ndoshta unë mendoj që prite deri në rrezë këtu, sepse do mbajmë vetëm një fije blu që shikon këtuja. Dhe këto të tjerat, masandaj masën ti mund t'i presësh sipas dëshirës, por që t'i jenë pak të gjata, jo shumë të shkurtra. Unë këto i bëra për djalin tim në këtë rast, edhe ky është, këto janë thekët që bëhen vëlla motor. Një nga urdhërimet e tia mund t'i bësh vetë, dhe gëzon zemrën e hatit për çdo urdhërim që na jep si bijtë e tia. Lavdi emrit të tia. Haleluja. Shalom, shalom.